Jemi gati të nisim me nominimet. Ashtu si që jeni, do doja një grup të vi me mua tek vila dhe grupi i parë do të jetë Sara, Moza, Bujaka, Iliri dhe Vanessa. Ecim të vila. Dhëmbët aty i keni, ecim. Me Sarën, Mozën, Bujakën, Ilirin dhe Vanesën. Nominimet që do të bëhen sonte, ju kujtoj, nuk mund të përfshihet Henry, sepse është i nominuar a priori nga thyerja e rregullit, ndërsa gjithashtu Visi është imun. Do të shkojmë tek vila, ku secili prej fermerëve do të jap. Do duhet pa kohë, Arbana. E shikoje, po e kuptojen edhe me taka. S'ka problem. Dal nga dal, kemi kohë, presim. Atëherë ju rikujtoj edhe një herë tjetër që nuk mund të nominohet Visi dhe Henry. Ndërsa të gjithë të tjerët po, do të nominohen nga 2 persona, nga secili fermer, dhe do të shkojnë në televotim 4 më të votuarit, ose më shumë nëse ka barazim votash. Një televotim që do të hapet sonte deri ditën e hënë. Një person. Ja të kemi, pozicionohemi ju lutem. Si gjithmonë për para jush janë fotot e fermerve. Është votimi i hapur apo i mbyllur? Mund t'i shikoni fotot, të zgjidhni fotot e 2 fermerve që dëshironi të dërgoni në sfidë dhe t'i përmbysni si gjithmonë. Po duhet t'i tregojmë apo jo? Do t'i përmbysni dhe pastaj do t'mi tregoni. 2 njerëz? 2. Okej. Ka shumë material këtu për fotaqin. Sara është treguar e shpejt, si shduket i ka idetë e qarta. Si gjithmonë. Kush do të dërgoj kë në sfidë të hënën? Vetja mund të bëhet apo jo? Jo. Okej, presim edhe Ilirin, Vanesën. Më thoni kur t'jeni gati, ja? Jemi gati? Po. Okej. Atëherë nisim nga Sara. Të dyja t'i hap? Po. Bujakën dhe Mozën. Motivet? Me Bujarin është personi që ka më pak afrimitet. Me Mozën gjithashtu kam pasur debate që për mua janë të rënda dhe nuk dua ta shikoj brenda në shtëpi. Në rregull. Bujaka. Sarën dhe Blerinën. Motivet? Edhe unë që ashtu që menon Sara për mu, thjesht i shof dyja që ashtu pak ma larkë mije, pak ma... E kuptoj. Ilir. Bujaka Moza. Arsyet? Dua ta shoh çiftin sa më të bashkuar. Okej. Moza. Sara, Romirit ja kisha për borxh. Sarës nuk po i them motivet, se ato që tha ajo për mua janë më të qarta ndaj asaj. Kurse Romirin ka qenë i pari që më ka nominuar dhe ja ktheva. Në rregull. Dhe Vanessa. Bujaka dhe Blerina. Arsyet?
Bujaka, sepse është një person me të cilin këtu brenda nuk kemi një afrimitet të madh. Ndërsa Blerina, për një arsye që kemi pasur një afrimitet, që prej anës së saj është zbehur, kam kërkuar sqarim, i cili nuk është bërë, madje ka pasur një farë injorimi të kësaj kërkesës sime për bisedë. Ndoshta nuk kemi mundësi ta flasim, por për momentin ky është qëndrimi im. Në rregull, ju falenderoj dhe ju ftoj të ktheheni sërish në are. Ti mbledhim këta? Mbyllim lidhjen me firmën dhe shohim. Atëherë, deri tani situata është e tillë. Më i votuari është Bujaka me 3 vota dhe pastaj vazhdojmë Blerina ka 2, Moza ka 2, Sara ka 2, Romiri ka 1. Do të shohim se si do të ndryshojnë, kemi grupin tjetër për të marrë pas pak.